Kjo drogë kanabis sativa e presuar në formë çokolate dhe logo DV u gjet nga agentët e antidrogës së Tiranës në një shtëpi në kuadër të një mega operacioni për goditjen e shpërndarjes së lëndëve narkotike. Gjatë këtij aksioni u gjetën edhe këto shuma të konsiderueshme parash, që dyshohet se rrjedhin nga veprimtaria kriminale. Në operacionin Labirinti i finalizuar para ditën e së premtes u gjetën edhe armë e kokainë. Në total, në hetimet që zgjatën 5 muaj, u identifikuan 44 persona, mes të cilëve 6 arrestuar më herët, 25 masa arrest në burg, të ekzekutuara këtë të premte, 18 deri në 52 vjeç, mes të cilave edhe 2 të mitur, 16 dhe 17 vjeç, 13 të tjerë janë të shpallur në kërkim. Nga kontrollet e kryera në banesa dhe ambientet të tjera u gjetën dhe sekuestruan 2.4 kg kokainë, 16 kg rezin në formë çokolate, 22 kg vaj kanabisi dhe sasi tjetër kanabisi, një pistolet, 3 armë gjahu, 118 e 900 euro të dyshuara të vjedhura në bankë jashtë shtetit, në banesën e njërit prej të arrestuarve, të identifikuara përmes numrave serial dhe bojës së bankës, 2300 euro të tjera, qindra fishek zjarr, 28 celular dhe peshore elektronike dhe 4 makina. Në të njëjtin operacion u arrestuan edhe 3 të tjerë nga mosha 18 deri në 21 vjeç për përkrahje të autorit të krimit dhe kundërshtim të policisë dhe një 30 vjeçar për moskallëzim krimi. Përpara të gjetura që dyshohet se mund të jenë vjedhur në bankë jashtë shtetit, policia pritet të drejtohet Interpolit për të rridhur komunikim me autoritetet shtetërore të vendit përkatës. Pjesë e këtyre personave janë disa grupe të ndryshme, një pjesë punonin edhe individualisht dhe e shpërndanin drogën në disa zona të Tiranës, kryesisht pranë lokaleve. Pjesë e rrjetit dyshohet se janë edhe persona të tjerë, për të cilët hetimi vijon për dokumentimin e veprimtarisë kriminale.